Ngjarje e vërtetë. Miliarderi saudit Sulejman Al-Raihi rrëfen. Isha aq i varfër sa nuk mund të paguaja asnjë ekskursion shkollor që kushtonte vetëm 1 rial. Qava shumë para familjes sime, por ata nuk kishin as atë rial. Një ditë para ekskursionit ju përgjigja saktë një pyetje të mësuesit dhe ai më dha 1 rial si shpërblim, mes duar trokitjeve të nxënësve. Pa menduar 2 herë, vrapova tek organizatori dhe pagova. Tërstimi im u kthye në një gëzim të madh që më zgjati me muaj dhe vite. U rrita, kaluan vite dhe Allahu më dha një pasuri të madhe. Fillova të merrem me punë bamirësie dhe atëherë më erdhi ndërmend ai mësues palestinez që më kishte dhënë atë rial. Më pëlqente të mendoja, ma dha si shpërblim apo si lëmoshë. Vendosa ta kërkoj pa marrë parasysh sa do të më kushtonte. Allahu më udhëhoqi tek ai. Ishte në një gjendje të vështirë, pa punë dhe po përgatitej të shpërngulej. I thash, kam një borxh të madh ndaj teje. Ai më përgjigj, nuk kam borxhe ndaj askujt. E pyeta, të kujtohet nxënësi që i dhe 1 rial sepse ju përgjigj një pyetje? Ai buzëqeshi dhe tha, po më kërkon ta kthej atë rial? I thash, po. E mora me makinë dhe u ndalëm përpara një vile të mrekullueshme. Zbritëm dhe i thash, ky është kthimi i borxhit tim ndaj teje. Kjo vil, kjo makinë, një pagë për gjithë jetën dhe një punë për djalin tënd në kompaninë time. Mësuesi mbeti shtangur dhe tha, por kjo është shumë. Al-Raihi ju përgjigj, besom, gëzimi që ndjeva atëherë për atë 1 rial ishte shumë më i madh se sa gëzimi që ndjej sot, edhe pse kam 10 vila si kjo. Ende nuk e kam harruar atë lumturi nga kujtimet e Sulejman Abd Al-Raihit. Allahu e mëshiroft.